الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, prej tij ndihmë kërkojmë vetëm tek Allahu mbështetemi. Atë që udhëzon Allahu, askush nuk ka mundësi ta devijojë, dhe atë që e lën Allahu në devijim, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë poshtë tij. Salata dhe selamet për shëndetet tona më të përzemërta ja dedikojmë pejgamberit tonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të ndershme dhe shokëve të tij besnik, dhe mbar besimtarëve të cilët e pasojnë rrugën e pejgamberit Muhammed deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur besimtar, sot do të flasim me juve për një temë bashkohore e që mund ta quajmë si mania e famës, e që sot shumë njerëz janë duke kërkuar famën, e që shumë shpejt mjetet e informimit, mediat e ndryshme ja mundsojnë çdo kujt sot që për pak sekonda një njeri të bëhet i famshëm, qoftë fëmijë, qoftë i madh apo edhe i moshuar. Që shumicën e rasteve janë duke kërkuar një famë jo në mënyrë të rregullt, një famë që është duke sjellur dëme, që së pari i sjell dëme vetvetes, pra atij personi ja dëmton zemrën, ja dëmton devotshmërinë. Dëme tjera janë dëme familjare, dëme bashkëshortore, dëme që sjellin në shoqërinë ku është duke jetuar. E që sot, o vëllezër të nderuar, çështja është tejet e rrezikshme. Çështja qëndron jemi apo nuk jemi me identitet si njeri, si besimtar, si musliman. Çështja ka të bëjë me etikën e moralit, me etikën e turpit, e që po mundohen në çdo mënyrë që kodi i turpit të mos të jetë më prezent tek njerëzit. Çka do që të veproj, mos të quhet më turp, marrë e kështu me radhë. Vëllezër të dashur besimtar, Allahu Azza wa Jall thot në Kur'an: ne juve ju kemi bërë më këmbës në tokë, ju krijuam juve o njerëz si më këmbës në tokë dhe t'ju sprovojmë me gjërat që ju kemi dhënë. Andaj, atij kujt i jepet fama apo vrapon pas famës, është i sprovuar dhe kështu që mund të përfundojë në këtë botë shumë keq, i devijuar dhe më pas ta humb edhe ahiretin. E që fillimisht mund që një jetin e ka pasur ndoshta të pastër, por pastaj për shkak të famës, për shkak të ndikimit të njerëzve, për shkak të klikimeve të shumta, njeti është ndryshu, ka filluar më shikuese, sa komente i ka marrë dhe sa klikime ka video e tij e postuar në internet. Allahu subhanahu wa taala thot me një hadith kutsi: kushdo që vepron një vepër dhe më bashkon mua me dikë tjetër, do ta lë edhe atë për të cilën më ka bashkuar, edhe do ta lë veprën e tij. Pra, jemi të kërkuar vëllezër të dashur punë që i bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala. E mos të jetë qëllimi që dikush neve të na shikoj apo t'i klikoj video tona apo t'i komentoj, sepse aty ndryshon niyeti, edhe humb shpërblimi. E që sot shumë kush për njerëzve, shumë ata bloger apo ato influencera në për media, në për
rrjetet e informimit e kanë humbur këtë çështje. E kanë humbur çështjen e devotshmërisë, çështjen e sinqeritetit dhe synimin se për çka kanë filluar. Dhe më e kanë humbur me kalimin e kohës edhe kodin etik të turpit dhe të moralit. Sot kanë filluar edhe njerëz të ndryshëm me fam apo pa fam të hynë në internet dhe të kërkojnë famën. Burra dhe gra, e që po vërtetohet fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që nuk do të vjen dita e kiametit përderisa nuk do të flasin në emër të popullit njerëz të thjesht dhe njerëz që nuk kanë dituri. Kër kanë pyet po kush janë ata u dërguar Allahut, po ka thënë njerëz janë njerëz të ulët. Njerëz të ulët që flasin për çështje madhore. Andaj sot shohim nëpër rrjetet e informimit dhe nëpër media njerëz që nuk janë adekuat, flasin për çështje politike, flasin për analiza gjeopolitike, flasin për fe, po i njëjti, flet për sport, flet për gjëra të ndryshme, vetëm se vetëm qëllimi i tij të jetë ndikues në botën e internetit, që të kesh shikueshmëri, të përmendet emri i tij, por a ja ka qëllu apo s'ja ka qëllu, fare nuk është qëllimi aty. Nëse synimi kryesor është të jetë prezent nëpër media. Vëllezër të dashur besimtar, pra pasi që fillimisht këto paraqitje nëpër media e shkatrojnë moralin, edukatën, e shkatrojnë sinqeritetin. Më pas i paraqitet njeriut edhe një problem tjetër, e që është problemi i mendjemadhësisë dhe vetëpëlqimit. Dhe ky është një sindrom i narcisizmit, që më me rëndësi jam unë dhe askush tjetër. Dhe nga kjo pikpamje e gabuar e një njeriu që nuk ka qenë i tillë, po më pas me kalimin e kohës u shëndru. U lan fëmijët anash nga baba, u lan fëmijët anash nga gruaja, u la burri anash u anashkalua nga bashkëshortja, u prishën gratë dhe burrat dhe u prishën pleqt dhe plakat. Do shta është gjyshe, nuk i intereson përveç se vetvetja e saj. Mundohet, po ajo gjyshe ta është në moshën 60 vjeçare apo dhe më shumë, me luajt rolin e një adoleshenteje. Nëna bashkë me vajzat mundohen njëjtë me u vesh, ajo që grimoset edhe nëna grimoset, ajo që vishet edhe një nën, një gjyshe, po ashtu vishet, edhe thuaj se ma nuk ka dallim as në veshje mes një të moshuare dhe mes një adoleshenteje. Fare nuk i ka hije asaj kjo veshje, por nuk i intereson kjo çështje, vetëm se intereson të jetë që she quajnë rinia. Të jetë prezente, të jetë ndikuese. Ajo mendon se është ndikuese e nuk e sheh veten që është bërë për mari dhe për turp dhe që nuk shikohet me atë veshje. Çdo mosh e ka atë hijeshin e vet dhe etikën e dhe kodin e veshjes. Plaku apo plaka me vesh sikur se një 18 vjeçar nuk i ka hije. Por që sot po jetojmë me një kohë ku po ndryshojnë dhe po përmbysen rregullat dhe etikat dhe vlerat dhe morali. Andaj janë përzier çështjet. Vëllezër të dashur besimtar, prishja raporte bashkëshortore
Sot po ndodh mu për shkak të ndikimit. Për shkak të ndikimit të internetit. Po ndahen edhe në moshë të shtyjer, shkaku ndikimit të internetit. Po prishen raportet mes familjarëve, shkaku ndikimit të internetit, shkaku postimeve, shkaku ekspozimit të fotove. Çështja është bërë më, çka do që të veprojmë, ne duhet të postojmë. Kudo që të shkojmë, ne duhet të postojmë. Çka do që të festojmë, ne duhet të postojmë. Bile gjejnë kohë të postojnë edhe duke i varrosur njerëzit. Dhe të jenë kinse me ndikim. Pa nuk është çështje më që të marrim mësim nga një njeri i vdekur, që unë kam mujt me qenë në vend të atij, dhe ti përmirësoj raportet e mia karshi Allahut Azza wa Jall dhe karshi njerëzve. Jo, qëllimi është të tashti diku tjetër më. Nuk është qëllimi ne çka të bëjmë dhe si të përmirësohemi dhe si të edukohemi. Jo, qëllimi është të jem pra unë me famë. Unë të marrë sa më shumë klikime, unë të fitoj sa më shumë komente. Videot e mia të jenë më të shikuarat. Sot s'kam postu diçka, nuk është të rahat. Nuk kënaqet me fëmijë që i ka, nuk kënaqet me burrin që e ka, por kënaqet me një postim, duhet me postu dhe njerëzit ta shohin. Pra, objektivi dhe qëllimi dhe synimi i njerëzve është bërë që postimi në internet, ekspozimi i vetes tonë. Andaj, prej rreziqeve o vëllezër të famës është edhe humbja e privatësisë. Nuk mbet më diçka privat, çdo gjë private e postojnë. E nevojshme apo pa nevojshme, duhet të postohet. Atëherë, më njeriu po fillon me vuajt se mos ka më privatësi. Çdo gjë po duhet pra me ekspozu. E po vjen një kohë që nuk po kënaqet më. Dhe po fillon që me kërku atë kënaqësi diku tjetër. Dhe si një gru ndoshta e udhëzuar, dhe si një burr i udhëzuar, fillon dal gadal me i humb ato vlera që dikur i ka quajtur vlera. Ato vlera tash po i kthejnë në antivlera, dhe gjërat e pavlefshme po i quan si vlera, edhe po fillon dal ngadal degradimi. Degradimi moral po fillon duke kërku kinse atë rahati shpirtërore që po i mungon. Po i mungon sepse e ka humb privatësinë, e ka humb sinqeritetin, ka humb shumë gjëra që e kanë mbajtur të fortë dikur. Ato janë gjëra me vlerë që kanë të bëjnë me zemrën e njeriut. E pasi që të filloj sëmundja e zemrës me këto probleme dhe me këto telashe, fillon më pas edhe efekti në anën fizik, në trup dhe në sjellje. Pa të arsye vjen devijimi moral, pa të arsye vjen devijimi në shoqëri, pa të arsye vjen devijimi i sjelljeve, pa të arsye vjen devijimi i një plaku duke bërë gjëra tepër të ndyta. Pa të arsye vjen devijimi fetar dhe besim. Vëllezër të dashur besimtar, sot gjëja që po përsëritet tek ne është çështja e të ashtu quajturës Big Brother, ku çdo gjë që folëm tashti aty zbatohet në mënyrë publike. Ku njeriu zhveshet nga morali dhe edukata dhe turpi, dhe futet aty, vetëm se vetëm të arrijë famën. Bile edhe njona kinse me shami ka konkuru me u futat në aty. Duke haruar gjitha etikat morale dhe fetare, ka haruar Kur'anin,
e kanë shkolluar sunetin dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ajo e thirr veten kinse ehli bejti, familja e pejgamberve, sikurse që kanë këta sekti shiit. Ajo është vetëm fjalë goje, e me vepra vëllezër dashur, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vrasësi dhe i vrari janë në zjarr të xhehenemit. O i dërguar Allahut, e kuptuam këtë vrasësi se është në zjarr të xhehenemit. Po pse dhe i vrari në zjarr të xhehenemit? Thot sepse edhe i vrari ka qenë i kujdesshëm për ta vrarë atë, por nuk ka mujt ai tjetër e ka vrarë. Edhe ai dënohet për këtë vepër. Edhe kjo e cila nuk ka mujt, nuk ka rit më u fut, por disa shkaqe kinse burrin e ka pas të sëmur, por dëshira ka qenë për më fut, i njëjti mëkat është, sikurse me qenë ajo aty. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli me një ekspedit dhe tha, vëllezër, ka disa njerëz që i kemi lënë në Medinë, nuk janë me neve, por me shpërblime janë me ne, ani që janë atje. Sepse dëshira tyre kanë qenë ju bashkangjit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e marri shpërblimin edhe nëse janë atje. Dhe ai njeri i cili ka des me bën një mëkat, por nuk ju është mundsu, jo se është e penduar dhe nuk ka bërë mëkatin. Por jo, nuk ka ndru mend, por ju ka pa mundsu për disa shkaqe. E merr njëjtën që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sikurse i vrari, ka qenë i kujdesshëm për me vratin atë vrasësin edhe ky. Andaj, o vëllezër të dashur, pa të arsye, po themi, kapuni për fenë Allahut azza wa jall, kapuni për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mbroni veten tuaj, largoni për këtyre gjërave, ani që ka shumë njerëz që janë në ndikim, ka shumë njerëz që postojnë nëpër Facebook apo YouTube apo Instagram e gjëra tjera. Mos i imitoni ata. Mos i lakmoni ata. Ruajini nderin, sepse shpëtimi është tek turpi. Disa njerëz, një njeri e qortuan të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se u turpëronte shumë dhe i than, pse po turpërohesh? Mos u turpëro, mos ke turp. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mos e qortoni tha për turp, sepse turpi nuk sjell vetëm se gjëra të bukura dhe të mira. Elusim Allahun azza wa jall na uzojë në rrugën e drejtë, dhe ta falë mëkatet. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalu salatu wa atammu taslimu ala nabiyina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun azza wa jall na uzojë në rrugën e drejtë, ta falë mëkatet, cilat salavatet qofshin pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur besimtar, ajo që ka na mëson dhe çfarë kërkon Islami prej nesh dhe feja, që ne punët që ka i bëjmë për hir të Allahut subhanahu wa taala, jo për hir të njerëzve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha me një hadith, kush e kërkon famën, Allahu azza wa jall do ta përullat njeri. Kurse ai i cili nuk e kërkon famën, e ngrit Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë me një hadith, kur na mëson të jemi të sinqert në punën tona. Thot kush ka mundësi me bën një punë sekret që e din vetëm Allahu, atë le ta bëj. Mos ta bëj sa për sy e faqe të njerëzve. Bëhu i dobishëm e jo i dukshëm. Sa njerëz të mirë kanë pozitë të larta tek Allahu azza wa jall, por nuk kanë famë tek njerëzit. Çështjet nuk maten tek Allahu azza wa jall sa ndjekës ke pas. Jo. Çështjet maten tek Allahu azza wa jall me sinqeritet. Këto vetëm pranohen tek Allahu azza wa jall. As hoxhallarët dhe ligjëruesi i cili qëndron këtu para jush,
nuk do të matet në ditën e kiametit para Allahut Azza wa Jall se sa vete kanë dëgjuar atë. Nuk pyet Allahu Azza wa Jall, as mua nuk do të më pyet, as dikë tjetër, sa ndjekës dhe sa xhamat ke pas. Por punë që i ke bë, a ke qenë i sinqert me Allahun subhanahu wa ta'ala? Fjalimin që e ke mbajt, e ke pas për qëllim Allahun Azza wa Jall, apo e ke pasur për qëllim ndikimin tek njerëzit që ata çka po thojnë për ty dhe me të lavdëruat aty. Vëllezër të dashur besimtar, shumë njerëz që kanë ndikim tek njerëzit janë me famë dhe i njohin, në ditën e gjykimit do t'jenë më të humburit. Sepse nuk ka bërë punë për hir të Allahut Azza wa Jall. Andaj, qëllimi duhet të jetë kënaqësia e Allahut Azza wa Jall. Sinqeriteti për hir të Allahut Azza wa Jall, e nuk duhet të shikojmë pra dhe të presim famën për njerëzve. Elusim Allahun Azza wa Jall na udhëzon në rrugën e drejtë ndaj falë mëkatet. Elusim Allahun Azza wa Jall na mbroj familjet tona, fëmijët tanë nga devijimi. Elusim Allahun Azza wa Jall na mbroj shoqërinë tonë nga çdo ndikim i keq, ta mbroj popullin tonë dhe mbar muslimanët kudo që të jenë për botë. Elusim Allahun Azza wa Jall që të vërtetën ta shohim që të vërtetën ta ndjekim atë. Dhe të kotën devijimin ta shohim si devijim, si të kotë dhe të largohemi prej saj. Elusim Allahun Azza wa Jall të jetë i kënaqur me veprat tona. Elusim Allahun Azza wa Jall të na bëjë të sinqert. Elusim Allahun Azza wa Jall kur të ndajmë për kësaj dunja të ndajmë me fjalën la ilaha illallah, duke qenë Allahu Azza wa Jall i kënaqur me neve. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salah. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.